Shitësit ambulant që u larguan nga Prevalla, po në këtë zonë të veçantë turistike të hënën për disa minuta ka bllokuar rrugën në shenjë proteste për largimin e tyre dhe konfiskimin e produkteve të ndryshme, që ata ekspozonin për shitje ditën e njëjtë të javës së kaluar nga inspektorati dhe policia. Hatixhe Limani, Lulzim Rexhepi dhe Sali Ibrahimi thonë se është bërë padrejtësi përmes largimit nga rruga si Shitës, pasi me shitjen e produkteve të ndryshme ata u asigurojnë kafshatën e gojës familjeve të tyre. Ne jam një kohë gjatë jam të punu këto, deri tash nuk kena pas probleme, tash nuk jam të na lënë rahat. Pasi jam të na lënë rahat, kanë orë mi kanë marrë 5 hoxha, 4 tepsia, krejt mekanik, të drejt nuk e kanë për shembull të hik. Po, flin ma kanë flin për mi tavolinë ne kum shku me mush ujtë kreni, kur jam kthy asnjë se kum ditë, të drejt nuk e kanë, pa kon personi aty më të hik. Ky punon me pemë, unë punoj me fli. Flia është një ushqim tradicional, e kërkojnë turistat, e kërkojnë. Na nuk e mdojnë me vogë, por vetëm më na lejohet punojnë për hallë dhe dirët e tona. Po asë një nuk kemi ushqim që e elmojmë qytetarin. Është inspekcioni, në doni inspekcioni, kush ka malë që e elmojnë në qytetarin, në të largon qatë njëri, mu në të më largon personalisht. Ti, me që të modra, nuk mund me punu dhe ze kumbin hedhë shpeun e hici. Jo për shemull ka njerës shumë, më saktoj me emra, më vorët e ma familjen edhe ban ushqimin e dimit me që të punën që punojnë Prevallë. Ata kërkojnë që të ju bëhet një zgjidhje dhe të vazhdojnë të ushtrojnë veprimtarinë e tyre të shitjes në Prevallë dhe se do vazhdojnë me protestat e ngjashme deri në realizimin e kërkesave të tyre. Po kërkojmë më na leju me punuan për një kafshat bukës. Unë personalisht jam veteran, pjesëtar i 3 luftave. Edhe kërkoj më na lejuar për gjithë njerëz. Po, shteti nëse ka problem me një njeri, në ta caktën atë individ në ta donë prej nesh, se nasën jam morë mi barën dikuj që i ka 100 lanë gjyqë. Kërkoj drejtat, më na lënë me qitë flia, nësë nga të pengu kur gja. As nuk nga të bë probleme, as kur gja si nga të bë, vetëm punujna. Punë të në kena, punujna kur gja tjetër. Që ta e dujna. Që të punë e dujna për tyna. Unë e morë burin e kam smut, unë e buris mundët me punu, unë e punoj e moj familjen. Nesër do të vazhdojmë protestën, në që ose nuk na bjen diçka me shkrim prej Ministrisë të Ambientit. Na bjen për Ministrisë, ose vinë inspektor vlo kujdiju në që shkuj këto dorane, nuk mund me di se s'ka mundën e farë fakulteti, ti mundi me punu, ti që punan shemull me gjona ushqimore, që helmojnë qytetarin, ti du të me hecë për shpirë, s'ban me diskutuat punë, du të me hecë a njeri. Protestuesit kanë bllokuar rrugën për disa minuta me vendosjen e disa automjeteve, të cilat më pas janë larguar pasi në vendngjarje arritën zyrtarët e policisë. Protesta e sotme kaloi e qetë dhe pa asnjë incident.